në fazën e zgjedhjeve desha të them, edhe jemi kushtuar shumë edhe nuk i kemi bartë këto probleme që i kemi të qytetarët, sepse fundi qytetarëve nuk i intereson, kërkojnë me kry punën e tyre, por qeveria e Kosovës, që sa vite nuk i përkra komunat, nuk i bartë mjetet komunave për pagesën e obligimeve që janë për kontratën me arsimtarë, me kontrata kolektive që quhen. Dhe janë grumbullu borxhe. Për shembull veç si vjet, deri tash në këtë muaj dikon janë marrë 2-13 milion euro. A na këtë investimet kapitale për një vend në Frezaj kemi 12 milion euro. Edhe kjo marrje e parave në këtë formë përmes përmbaruesve që po i ndal qeveria e ka shkaktu domin zinxhiror. Sepse kompanitë që kanë punu, kanë shpresu që i marrin parat, tash nga frika e vata i dërgojnë në për përmbarues edhe kështu domethënë po trashet problemi edhe nuk po përfundon. Edhe jemi keq shumë. Jo vetëm ne, qysh e di unë, edhe prezidenti për shembull si vjetë kanë marrë dikon 25 milion euro. Neve dikon s'po muj me saksi, se jemi duke i bëu analizat saktë, sepse qeveria tash as nuk na tregon ku janë të marrë mjetet, as ku të shpërndon mjetet, po veç e ban ndaljen e mjeteve në mënyrë të përnjëhershme edhe i shpërndon pastaj ajo vet në për përmbarues kryesisht prej landeve. Po dikon 2-13 milion euro, 14 milion euro i kanë marrë deri tash. Po ju kuptoj. Kemi probleme edhe për pagesa ma esenciale, domethënë shpenzimet kemi disa kontrata që janë me punëtor, domethënë sigurimi i objekteve të komunës, shkollore, pastrimi i tyre, janë këto i kemi kontratat për shëndetësi edhe për arsim, ku drejt për drejt punëtorët të varën prej atyre pagesave që ne ja u bojmë kompanive. Mos flasim për shembull ka raste, ju mund të holumtoni disa prej kompanive më të mëdha, nuk po i përmend në raste, 2 në Frezaj, janë që na kanë thonë që i kemi dërguar një pjesë të madhe të punëtorëve në pushim. Për shkak të një problem tillë kanë edhe me qeverinë nivel qendror, nuk i kanë pagu, nuk i kanë bërë pagesat, edhe tash edhe problemet nëpër komuna, edhe problemet me qeveri, domthonë është një situatë e rënë për kompanitë dhe janë të rezistu shumë për me punu. Nuk është, bashkë me qenë me pas kontratat e lidhura, domthonë është problem edhe për me vazhdu me punu. Po, zë Gjeliu. Përëndrej shumë, edhe për kohën, edhe për këto sërime që i pate për ne dhe shikuesit. Për shkak të respektu të ndonë kështu keq, jam rrugë, Faleminderit shumë. Patjetër, e vlerësojmë shumë, patjetër. Faleminderit shumë.